Përshëndetje Iqbal, selam aleikum. Përshëndetje, aleikum selam, zotri Baroni, mirë se na erdhët. Desha me ta bëj pyetje nëse mundem. Po patjetër, dhe shta nali që të fontanën, se këtu në borë jam e po një të zoni fontanës, tash ma pastër me siguri. Faleminderit Luan, i qikë. Luan si dush po dal edhe po shkruaj pyetjen poshtë, to thjesht desha me bëj pyetje normale, logjikme. Po, çka më pyetje Luani? Ja pra është moderne tëra po ta shkruaj temën thot pyetjen. Pra Nina ka dosh me thonë që më thonë thjesht me shkruajt në koment apo kupton? Jo, nuk ka problem, nuk është ajo rregull e grupit, po ndoshta gabim me ka Luani. Nuk ka problem. Punoni i nderuar, me mu keni punë. Unë jam i martuar. Po. Jam 32 vjeç, ka bëllë fëmijë. Edhe unë kam edhe i shoqe tjetër. Tash a kam drejt me marr rradhate për gru? Ja, sepse numësi aktuale që kam më thot, jo thot unë s'du thot që ti thot më është gru tjetër. Tash si të manevrojon? Ç'a mund të bëj? Sa jeni ju besimtara, faleni namaz, a keni shku në haq? Falem. Në haq nuk kam shkuar, las më ka bë zoti risk, ama më falem. Si keni kushtet ekonomike? Mirë, nuk i kam keq. Mirë, nuk i ke keq. Po milioner nuk jam. Milioner nuk jam. Po. Shiko, tash për me pas gruan e dytë nuk është obligative. Nuk është obligative, mirë po është shumë përgjegjësi e madhe para Zotit. Prandaj Zoti ka thënë, mund të, nëse mendoni që do të bëni padrejtësi ndaj jetimëve të asaj gruas së dytë, jo vajzë beqare, po gruas së dytë, ajeti kuranor thotë. Nëse mendoni se do të bëni padrejtësi ndaj asaj jetimëve të gruasve, atëherë thotë merrni martohuni me nga 2, 3, 4. Por më mirë për ju është vetëm një që të jeni të drejtë. Nga kjo e kuptojmë se këtu ka shumë përgjegjësi për ta marrë gruan e dytë. Numër 2, sipas synetit, ehli synetit, këtu që jemi në Kosovë 90%, ata thonë s'ke nevojë me pyet gruan e parë. Ndërkaq sipas ehli bejtit, që është burimi i Islamit, pa e marrë miratimin nga gruaja e parë për martesën e dytë, ti nuk ke të drejtë, sepse gruaja e parë ka të drejtën e saj edhe me kërkush kurorzimin. Prandaj duhet me marrë miratimin, sipas ehli bejtit, familjes profetit, Islamit burimor duhet me pyet gruan tënde. Nëse gruaja jote po thotë jo, nuk du me pas edhe një grua, me siguri ajo ka diçka. Por ti duhet mi thënë gruaja ime... Volla e me cilën për vedja, xheloze, nuk dënë që me mdo me tjera kënë. Xheloze është normale gruaja me qenë edhe burri, po xheloze racionale dhe irracionale. Nëse burri tankohën e merr telefonin, shkruan, i jep komplimente grave, andej këndej, normal që ajo është xhelozi racionale, se ajo ka material pse po bëhet xheloz, sepse kur burri e ka pinin këtu, e ka të mbyllur telefonin, kur burri nuk ja jep çepre gruaja me merre telefonin këshyre, lexo, kreç ka dush, është racionale ajo është okay. Ama është irracionale kur ti për shembull je milioner, ti ki shumë vlera, ti je besimtar, i fal 5 kohë namazit, kur nuk e ke ofendu gruan tënde, ja ke siguru strehimin, veshmbathjen, ushqimin më të mirë, mbi të gjitha i ke pas fjalorin, numër 1, bile unë këtë e kisha qitë, fjalorin e ndershëm fisnik, me siguri se ajo grua nëse i ka të plotësuara që të 4 kushte, ajo me siguri ka me pas konsiderat ty vetë me ta gjetë një grua tjetër, ama jo beqaresh, po grua vetë që ka jetim, se ajeti kuranor është coptu prej hoxhallarëve, prej njerëzve që dojnë me interpretu fen. 4:24 thot nëse mendoni që keni me bu padrejtësi ndaj jetimve, atëherë shkoni martoni gratë e veja, jo vajzat e reja, jo vajzat pa martum.
Jo vajzat e moralshme. Shëndoma, ja, ka fëmijë, ja, shëndome, ka fëmijë. Okej, duhet me marrë miratimin e gruas juaj. Dhe me thonë, pa vullin e saj nuk bëhet asisen, dhe me thonë. Si mas e libeti, pa ta dhënë miratimin gruaja, nuk mund. Okej, oj, bëhet, falenderoj Në botën islame, vetëm për shembull, në botën islame të rrallë janë ata burra, vetëm ata hoxhallarët e mëdhenj që janë, jo që kanë pasunika si këtu në Arabi që janë ata sheikat, ata lidhje me fenë s'kanë. Ata me kanë fetar, s'paku i kanë gratë e veta me shamia, nuk i kanë. Prandaj po thëmë, në botën islame, kur donë mu martu një burë, me marrë një grueve me 2-3 fëmijë, që se ti e ke pas rogën 500 euro, a i ka me ta bo rogën 1000 euro. Shteti. 400 rogën mund. Po e runë moralin asaj shoqënie. Ama jo çdo njëri burr mundet me bë diçka, sepse një burr që se ka plotsu gruan e vet, faleminderit, i thot idiote, poshtër, e bën veprat e xhelozisë. Gruaja në vend se me mendu për namaz, në vend se me mendu për adhurim, ajo mendon gjithë natën ku e kam burrin, pse burri jam kështu, pse ashtu. Ti ke kriju sebep e ke bë që ja gruaja më usmu për xhelozisë. Kur hyn xhelozi e hup edhe besimin. E këballi nuk është xheloze kështu me dalë, kështu me shumë munem, nuk është kështu xheloze ekstrem, ja. Domethënë tema për me marrë gru tjetër, domethënë është xheloze, normal nuk don me pa me. Domethënë që ju nuk i keni plotsu kushtet. Po si ti plotësoj kushtet më tepër me këballit. 3 kerre i kam, 2 shtëpia i kam. Punën e kam, lek me jon kam. Shefin ja bëj, ka 3-400 euro në muj vetëm tesha i blej. Ka diçka. Po ta thash pra domethënë vetëm thjesht nuk don me mdo me dikë tjetër, kaç. Apo se na ka thënë treç. Ma ka thënë treç, nëse ti nuk je mjaftueshëm me mu, mdoj për ekonorit, ma ne më vazhdo marto me këtë dush. Ama sa ti ka thënë me mu, nuk du ka thënë që ti gru tjetër. Apo kupton? Mirë pas ka thënë, shumë mirë. Po e mirë ka thënë me menimin e vetë. Edhe ti duhet mi thënë, gruas mi thënë, ti s'po më plotson. Ja, se me më plotsu tash nuk mund t'i hin hak, se ja fëmijë më kallon. Po atë nëse plotson, për çka pe bën? I hin hak vetën mi thanë asaj nan që... Ja, për çka pe bën? Nuk bëhet martesa vetëm për epshe. Tash ti po thu, e këballë ma mirë të vazhdim me sadaka thu, se sa me marrë grup dytë. Me sadaka, qësh? Po pra me ba mirë, do me thonë, me banë sadaka në njës, ma mirë me vazhdim. Normal që se plotëson gruja jo. Po, ti nëse je qaq besimtari mirë, që shikam thonë unë e burit tem edhe ajo të thot ty. Ama ju në që se nuk jeni në nivelin... Respekt për burin të, se i kam po da foto, respekt. I kam po ishit knaqën për ditlinje, për kështë gjanash, respekt dhe pas lezet. Zot, i harmoni o lavë gjithmonë e i këballë. Amin edhe juve gjithashtë. Gjithë se si o në mora përgjigjen të falenderoj e respekt. Respekt edhe për juve, natën e mirë. Okej. Leoleta, po kismet 90% shi po ka me hy në bik, inshallah të gjithi ju ka pakës, unë po shkoj faktikisht në luft. Po ende se kam bërë kontratën, nuk dihet tamam. Po ma shumë është për po. Inshallah televotoni, ha? Votoni nuk kurseni, një mesazh e tërkon. Po kismet, po në bik do të hymë kismet. Ma shumë po se jo, po këtë javë kanë me dalë fotografite, reklamat, se ende nuk dihet sigurt. Po ma shumë po. Në Palestinë, Armando Baqolli, që për shembull është edhe një përgjigje, mas po di për çka po bëhet fjalë në Palestinë, po ju them. Për shembull, para luftës në Palestinë, pse ka shumë fëmijë në Palestinë? Sepse për shembull janë dy shoqe, dy komshike. Dy komshike edhe i thotë njëna tjetrës shoqja, veç burri i saj i ka vdek, ja kanë shtin burg, ja kanë myt,
e tjera, kamet kojshika apo shoqja e njërës prej tyre, kamet lene pa burë, po lene edhe pa kushte e tjera. Edhe në Palestinë, shoqja shoqës i thotë, shiko, burri jot ka vdek, ka ndru jetë, ka shku shehit për me rujt vatanin, për me rujt pragun e shtëpisë, për me rujt nderin e familjes edhe nderin e shoqënisë tonë muslimane. Prandaj motra ime e dashur, mas 4 muaj e 10 ditë, kur kalon ajo koha e idetit, i thonë, koha ndërmjet martesës edhe shkurorzimit, thot mas 4 muaj e 10 ditë, nëse dëshiron, ti mundesh më kanë gruaja e dytë e burrit tim. Kjo ka ndodhur në Palestinë. Kjo ndodh në vendet muslimane. Por unë habitem me hoxhallar të cilët ka shumica prej tyre, të cilët shkojnë i marrin gratë e reja. Vajzat e reja në vend se me shku ka plot gra të veja, të cilët kanë ka 2-3 jetim. Në vend se me shku me i marr ato, me u kujdes për to, edhe normal me arrujt moralin e atyre, sepse një grua e ve me fëmijë e pa burr është si një shtëpi pa kulm. Në ato e lag çdo lloj shiu, çdo lloj mendimi, çdo lloj shpifje. Ajo e ka shumë vështirë me rujt moralin. Prandaj këto ndodhin në Palestinë. Versetet kuranore që flasin për martesat me 2 gra nuk janë obligative, sepse sot në këto kushte nuk kanë mundësias edhe në këto situata për një grua besoni ka mashkull që qatë burrin që e ka nuk e meriton. Ai burri, m'fal, qatë grua që e ka nuk e meriton, se gratë falinderit Mjalta. Gratë sot janë shumë të ngarkuara, sot gratë kanë fillu supet e tyre me uranu edhe ma shumë për shkak se kanë fillu me marrë rolin edhe të burrit edhe të gruas. Ndoshta jo se duhet, po jeta pja imponon, po kanë dëshirë më shumë luks, po kanë dëshirë me jetu ma me begati, po detyrohet edhe gruaja, falinderit Mjalta, edhe gruaja edhe burri me punu, me jetu. Prandaj, mos me ndoni për gratë e dyta se keni me hup edhe të parën. Besoni. Nëse ju burra boheni shumë të mirë, shumë të sjellshëm, me fjalorin fisnik, falinderit Mjalta, Allah i ta shtoft, me fjalorin fisnik, me strehimin normal, me ushqimin ma të mirë, ma të kalorishëm, mos me pas problem gruaja, falinderit Arden. Gruaja mos me pas problem plogështi të trupit ku nuk han vitamina, han vetëm brum ose e kalon ditën, me ngrohje, besan nëse smuhën fëmija, te prindi ka mu për baba, te Zoti ka me u përgjegjë, pse nuk kanë pas me hangër, me pi, pse kanë kriju smundje. Smundjet nuk i qonë Zoti. Smundjet, Zoti është shërues, ama smundjet edhe ilaqin e kanë vetë njerëzit në dorën e tyre. Ka vetëm disa lloje të smundjeve të cilat janë sprov, ti je krejt okej. Zotin Kur'an thot, hani, pini, mos e teproni, kulu veshrebu, vela tusrifu, kulu veshrebu, vela tusrifu. Hani, pini, mos e teproni. Dhe ti normal kur e ngarkon trupin tënd me ushqim ma shumë se sa shka duhet, është njësoj sikurse një vetur, kur jam ush rezervarin full, po plus thush, hajde se rrugës mos po ndodh diçka, e merr edhe një 20 kg derivate, nafta apo benzin, edhe e fut në kepek. Ti mjaft e ke ranu që e ke mush full atë makinën, po plus edhe 20 kg i ke marrë i ke fut në kepek. Kështu pra bëjmë na. Prandaj ne smundjet i sjellim vetë. Smundje Zoti nuk na ka qu. As sakatlëke, apo invaliditet, apo me zhvillim të vonshëm, apo me tmeta fizike, apo mendore, apo psiqike. Të gjitha këto vinë nga vetë ne. Për shembull, janë paraqit disa smundje që kur si kemi pas njohtura. Jo hiperaktiv, jo autizëm, jo ajo, jo kjo. Normal që rinia kur po përdorin para martesës, lloj-lloj medikamente, substanca për mi ngrit epshet e tyre,
çka pritet prej asaj fare të helmuar në një farë mënyrë. Nuk pritet në ndonjë fëmijë ekstra i mirë. Prandaj ka me lloj-lloj smundje, por nga ana tjetër, mos u dëshpëroni sepse krejt është okej, edhe gjenetika, edhe gjitha ushimet janë të mira, edhe nuk përdorin kur një çfarë substancë, po ka edhe që smuhen për shkak vakcinave. Për shkak vakcinave të ndryshme, vinë deri te lindja e fëmijëve me tëmeta, apo me hiperaktiv, apo me autizëm, e tjera e tjera. Domethënë janë faktorët e jashtëm që e bëjnë fëmija me lind me tmeta. Mundet më kanë edhe ajo që na rinia e keq përdorin trupin e tyre, organet e tyre për me ardhur deri te mande vjen te një shtatzanësi ose pa dëshirueshme ose një shtatzanësi jo të shëndosh. Ka gra të cilat edhe janë shtatzanë edhe pinë cigare. Normal, çfarë po pret prej atij fëmijës? Normal që ka me pas disa defekte, ndoshta jo bashkë kur lind, po me kalimin e kohës ti ki më përgjesh te Zoti. Baba, nana përgjigjet, baba përgjigjet, a ka pas me hangër, a ka pas me pi, a ka pas ngrohje, ftohje. Këto janë që ka më përgjigj baba. Nana do të përgjigjet te Zoti, çfarë edukati ka dhënë, çfarë sjellje i ka dhënë. Njerëzit kanë fëmijë, u kam një shoqë që është psikologe, i ka 5 fëmijë, prej 5 fëmijëve nga 300 euro i merr, si pak, 1500 euro në muaj e merr, edhe kur i tham se ajo punon me fëmijët autike, sende që kanë probleme psiqike e të tjera në zhvillim të vonshëm, edhe tha, e shohun si punon ajo, tha unë du të me punu vetëm këtë fëmijë me ja bë taft, nanës ti, pra, me bë taft që ai me dit me lidh këpucën vet, me dit me qu lugën të goja vet, me dit me marr një gotë ujë me pi vet. Çto gjonat e thjeshta, prindrit paguajnë për fëmijët, sepse nuk që ja ka dhënë që ka thënë Zoti jo, po që kanë mundësi ata, që kanë kapacitet. E qështu. Kështu që Ademi a.s. me Hazreti Avën, Allah i na rujt, inshallah resalt.